Почитуван председател на владата на Северна Македонија, господин Заев, индеруари круетар, почитувани подпредседатели Спасовски и Шеќеринска, тандеруар завенц круеминистра Османи dhe Duraku, shumë të respektuar deputet, drejtor, ministra, përfaqësues institucionesh, sipërmarrës, zonja dhe zotrinj. За мене представува голема чест за денеска да имам прилика да се обратам во овој евенимент, што уште еднаш покажува дека политиките на овие влада ги олеснуваат условите за инвестирање во Северна Македонија. А тоа не се само зборови, тоа се и статистика, а тоа се потврдува со последните бројки, каде што во континуитет имаме зголемување на извозот, имаме зголемување на бруто инвестициите, а истовремено имаме изголемување што се однесува на странски директни инвестиции. Јас како министер за економија, што се однесува до наменското производство, во тесна соработка и со Министерството за внатрешни работи и одбрана, им излеговме во пресред на најкраток можен рок на инвеститорот за се со цел тие што побрзо да започнат со нивните капацитети, а со тоа да почнуваат и да излезуваат од Северна Македонија. А имајќи ги во предвид стратегијата и определбата на владата на Северна Македонија, на сите институции, на сите политички партии што се во ова владење, значи што се однесува до интеграцијата во НАТО и нашето зачленување потполно што ќе биде при крајот на оваа година, се отвара и нов пазар и се отвара простор за нови инвестиции што се во наменското производство. Со тоа ние и нашите компании ќе може да станат дел на ланецот на снабдување и на најголемите армии во светот со исполнување на стандарди како што ги исполнил и ова инвестиција. Јас за крај би сакал да им посакам многу успех на собственикот, на вработените, а ние како влада, како Министерство за економија, ќе бидеме нивен партнер во зголемување на капацитетите, се со цел да креираме нови работни места, но истовремено да го зголемуваме извозот од Северна Македонија. Ви благодарам и нека е со среќа. Таш do të drejtohem edhe në gjuhën shqipe, pra të nderuar të pranishëm, për mua është një kënaqësi e veçantë që pikërisht sot marrim pjesë në hapjen e një kapaciteti të ri, një kapacitet i cili do të bëjë punësime të reja, marr parasysh që i përket një veprimtarie apo një industrie të posaçme, duke marrë parasysh njëkohësisht edhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, por më konkretisht në NATO. NATO nuk sjell vetëm siguri, nuk sjell prosperitet sa i përket paqes, por njëkohësisht sjell prosperitet edhe sa i përket zhvillimit ekonomik të vendit. Dhe pikërisht kjo është dëshmia me kapacitetin e ri se ne kemi krijuar kushte të parashikueshme, kushte transparente që kompani nga industri e posaçme të vi pikërisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të prodhoj prodhime për armatat më të mëdha botërore. Ne si Ministri e Ekonomisë, në bashkëpunim të ngushtë me punët e brendshme dhe me mbrojtjen, në një afat shumë të shkurt, i kemi kryer të gjitha obligimet tona dhe me dhënien e licencës u kemi mundësuar që kjo kompani të filloj pra edhe eksportin nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Në kontinuitet rrisim eksportin e vendit, në kontinuitet rrisim investimet në vend me të vetmi qëllim që të krijojmë vende të reja të punës, për njëkohësisht të rritet edhe eksporti i vendit, e cila do të sjell standard sa më të mirë për qytetarët,
për njëkohësisht edhe do të rrisi pagat e të gjithë të punësuarve, për shkak se komuniteti i biznesit vetëm se ka filluar të ankohet që nuk mund të gjej punëtor për kapacitetet e tyre. Në momentin që ka ankesa nga komuniteti i biznesit për mos mundësinë e gjetjes së punëtorëve, kjo do të thotë që rritet edhe konkurentshmëria midis bizneseve për të përfituar punëtorët më të mirë, për t'i motivuar ato dhe në atë mënyrë të rriten pagat në vendin tonë. Unë për fund ju dëshiroj sukses kompanisë me shpresën që këto nuk do të ndalen këtu, por do të bëjnë edhe investime shumë tjera në vendin tonë. Ju faleminderit dhe ju prit të mbarë.